Sot po folën për Prizrenin. Me kur djeli puth qytetin, dal të preste Shatërvani. Disa kryetarë ka 3 mandate rresht, por në Prizrenin divers 3 mandatet e kalume janë ndru 3 kryetarë. E kryetari aktual është Shaqir Totaj, i cili i ka bosh 78 premtime. Këto premtime janë ndonë fusha ndryshme, me mas shumë të premtime në fushën e kulturës me 18 premtime. 13 në shërbime publike, 2 prej cilave nuk i ka përfundu, ndërtimi i stacionit autobusave edhe rregullimi i statusit të parkingjeve private. Pastaj 10 në administrat, prej cilave 9 i ka kry, administrati i bjen që të mrena në komunë që janë leta me humbojt e që i kanë ndihmu me pas këtë rezultat. Po mendoj unë. E pastaj fushat e tjera me ma pak premtime si ma poshtë. Në total, prej 78 premtimeve, kryetari i Prizrenit i ka mbojt 42, 10 i kanë gjys, 14 filluara edhe 12 pa filluara hiç. Premtime tjera që nuk i kanë mbojt përfshin subvencionimin e ngrohjes në serra edhe krijimin e tregut mobil në bujqësi. Pas ka pos plan edhe këta me ndërtu në Kalem, ndërtimin në kalimit ofër shtëpisë Bordh dhe premtim që nuk është mbojt në infrastrukturë bashkë me hartimin e planit për fshatra turistike. Nuk e ka themelu fundin për qendrën historike edhe nuk e ka zgjeru qendrën historike e lidhjes Prizrenit që shka premtu e kështu me radhë. A ka me thy traditën një kryetar një mandat në Prizren me fitu prap, a ka me fitu dikush tjetër. Prizrenalitë tregojnë se janë të kënaqur me punën e kryetarit edhe follow se për çdo ditë janë ato analizu ka një komunë 3.